po lidhke me plazhën publike të Shëngjinit. Po kjo pjesa këtu nuk është që ka frekuentume, po edhe nuk ka plazh e pastër, që më thonë, ujin e pas ka shumë të pastër se mu afru, do më thonë qëto, e shë keq që ka për funi ujit. Ku ka shërby diku për 2 ushtar, plazha jo e pastërt, a uji tepër i pastër. Deti me fson! Përshëndetje miqtë e mi, jena këtu me një plazhe cila e kop edhe pse krym Shëngjinin, po veke bashkë me, po lidhke me plazhën publike të Shëngjinit, ku këtu mrapa është edhe rruga kryesore, ku e lidh Shëngjinin me Kun, do më thonë rruga për Shëngjin edhe për Kun. Jena në këtë pjesën këtu, po çka na ranë sy, mas shkuti që e pomë edhe në Google Maps, është Bonkeri edhe pika e peshkimit. Po kjo pjesa këtu nuk është që ka frekuentume, po edhe nuk ka plazh e pastër, që më thonë, ujin e pas ka shumë të pastër se mu afru, do më thonë qëto, e shë keq që ka për funi ujit. Amo plazha ju e pastër. Deti me fson! Këto e në gjona që i ka bojt deti. Edhe pëlqej ka një farere shumë të keqe. Po çka na ranë sy ma shumë ky bunker. Bunker i detit, mu me cilësu pak a shumë, se e dim që Shqipëria i ka pas ndërtu 170.000 bunkere, pe vitit 1970 dhe vitin 1985. Kjo është bunker luftarak, ku ka shërby diku për 2 ushtar, edhe kur ka dosh dikush amon mordh pej detit me pushtu, i ka pas 2 hyme, një prej parë, një për masë, dhe këtu e kanë bo rrojet ose ushtart luftimin. Gjo që s'ka ndodhë asnjëherë. Asnjëherë. Fatmirësisht. Ku be dina ka ndodhë s'ka ndodhë? Ku e konte 1975? Kja shumë njuma. Do më thonë, për momentin është nuj, po kjo nuj nuk u konë, se niveli i detit u konë ma poshtë, po tash ko pas kohë, vjet mas vjeti, të shku të hyp niveli detit, kjo ka një diq mu fundus. Para me ndo mas shumë vjetë dhe më shku të rritë hala niveli detit, do thonë kjo veç zhduket. është diçka historike, mu në me thonë, do të me mësu paka shumë njerëz hala ma shumë për këta bunkera. Tash një zotë edhe mu s'ka pas në sen edhe ma para atje që është krejt nuj, zotë edin, po qëta i kena që pëshujmë. Miqtë e mi, masi që e patëm bunkerin që kënë deti aty, në zonën e sajna, në këtë plazhën të ecë kënina, jenë edhe pikat e peshkimit ku peshkujnë peshkatartë këtu, edhe atje që mundur me po paka shumë. Po edhe këtu plazha pas ka shumë gur, nuk ka shumë e pastër. Plazha jo e pastërt, a uji tepër i pastër. S'pu që e lodh halo? Jo, me qfa. Ta ma puk në mu lodhi. Në thonin ato vazhdu drejtim të Kunit për me shku tek plazha e Talit. Në kom, rreni hala me neve. Sinqerisht është hera parë në jetën tem që e marrë të ky plazh, edhe është hera parë në jetën tem që pushon një plazh kaq të qetë. Dikush 30 me sipërfaqe 3 kilometra, na kallëzoj që ma shumë vinë turista prej Gjermanisë, prej Anglisë, ma shumë vinë të hujt, se është një zonë tepër e qetë që rreth nuk ka resorte. Qysh na tha ky pronari toni, tha që këtë plazh e kam shpikun e vet. Ja ka nisë me më pëlqysh ky vend shumë, veç puna e qetësisë, edhe një farë bukurie, nuk e di pse, dyshysh. A di që thonë, dana me shku në deti qetësi, që tu të kokaj se. Miqtë e mi, u këthym prap të një plazh e re, të plazha e Vajinës. Një plazh shumë e qetë, një plazh shumë e pastërt. Na prum pak ta shohim edhe ujin se çfarë gjendje është edhe uji i Njerëz, sinqerisht është hera parë në jetën tem që e marrë të ky plazh, edhe është hera parë në jetën tem që pushon një plazh kaq të qetë, edhe kaq pak frekuentuar për njerëz. Sa i pastërt uja. Do më thonë, plazha e Vajinës, dikush 30 me sipërfaqe 3 kilometra, plazh jo e frekuentume prej shqiptarëve, ka dhe që vinë vizitor për Kosovës, po qysh na kallëzoi pronari i këtij biçbari që është aty mrapa. Na kallëzoi që ma shumë vinë turista prej Gjermanisë, prej Anglisë, ma shumë vinë të hujt, se është një zonë tepër e qetë që rreth nuk ka
resorte, nuk ka hotele, nuk ka rrugë për shembull që të kyç ose që bën zhurma diçka tjetër. Dhe më thonë, po llogaret kënë mesin e Shëngjinit edhe mes Talës. Kjo plazh, qysh na tha ky pronari toni, tha që këtë plazh kam shpikun e vet. Po qysh po shihet, do më thonë një ndikon nëse nuk ka bëj një gati afro 100 qadra, munën më konë. Problemi më i madh që është këtu, është problemi i infrastrukturës, do më thoni sa i përket rrugës, të ardhësh shumë rruga jo e rregullume. Gjendje katastrofale, mundesh me thonë shlirë. Po, sinqerisht, ja ka nisë me më pëlqysh ky vend shumë, veç puna e qetësisë, edhe një farë bukurie, nuk e di pse, dyqysh është të ngrej shumë si vend. Vend i qetë. Ata që dojnë... Qëto pas ka një edhe privatësi, se nuk ka asi plazhe shumë e madhe. Po plazh, tash me 100 qadra diko. Ata që dojnë marrë në këtë plazhin, mujnë për shembull me pronotu dika një hotel 10-15 minuta dika larg, edhe marrë këtu me kerr, me familjarës e me shok, edhe pasha zotin e mas s'po foli hiq. Do me thonë, a di që thonë dana me shku në deti qëtësi, që të të kokaj, se nuk i bizhbar edhe vene ku njihet muzika, po është veç qetë. Uji është super fenomenal, se di, mu po më pëlqen si pomi, shumë sinqerisht ta thonë. Shikus me unë të të vazhdu drejt plazhës Talës, ku e kem largë diku edhe 1 orë për këtujt plazhën e Talës. Po rrini me neve, sa i përket plazhës Vajinës, pa të veçkaq, se plazha Vajinës është një plazh e vogël. E virgjën. Mundi me edhe me lexu për ta. Një plazh e vogël, kështu që tash na po vazhdojmë drejt Talës, e shihim me kismet Zotit ku shkojmë te Talja. Sa i përket Vajinës, kaq pat, ju rujt Zoti, kalon e mirë. Edhe kush do të marrë me bojnë e videoklip, që farë i bukur për videoklip, jo me shku atje ku s'duhet. Po lidhke me plazhën publike të Shëngjinit, po kjo pjesa këtu nuk është që ka frekuentume, po edhe nuk ka plazh e pastër, që me thonë, ujin e pas ka shumë pastër se mu afru, do me thonë qëto, e shë kej që ka për funi ujit. Ku ka shërby diko për 2 ushtar, plazha jo e pastërt, a uji tepër i pastër. Djeti me thonë! Përshëndetje miqtë e mi, jena këtu me një plazhe cila e kop edhe pse e krymë Shëngjinin, po veke bashkë me, po lidhke me plazhën publike të Shëngjinit, ku këtu më rapa është edhe rruga kryesore, ku e lidh Shëngjinin me Kunë, do më thonë rruga për Shëngjin edhe për Kunë. Jena në këtë pjesën këtu, po çka na ra në sy, ma shumë që e po më dhe në Google Maps, është Bonkeri,